Vetëm pak ditë i ndajnë kosovarët nga mundësia e shtrenjtimit të sërishëm të energjisë elektrike. Zyra rregullatorit të energjisë ka propozuar që shtrenjtimi i tarifave të bëhet për 15%. Ashtu siç ndodh çdo vit, propozimi është pjesë e raportit konsultativ të ZRE-s lidhur me të yrat maksimale që lejohen për kostin, ketësin dhe furnizuesin e shërbimit univerzal. E ky raport gjendet në konsultim publik deri më 28 mars. Për një rritje të tillë, njohësi i fushës së energjisë Daud Maloku e konsideron më shumë si pazar se sa nevojë. Kosova në krizë energjetike tashmë, edhe kjo krizë sa vjen e thellohet. Dhe çështja e rritjes 30-15 pishohëm dhe çmimet tjera se si janë tërbuar, donë është veç punë pazari, nuk kemi një bilans. Me pas se sa është prodhimi vendor, sa është importi, e mandej mund të jenë logjik. E një ish-ministër i tregtisë thotë që rekomandimi i ZRE-s nuk është i arsyeshëm. Rekomandimi i ZRE-s nuk është rekomandim i bazuar në realitetin Kosovë. Pra nuk ka një arsyeshmëri ekonomike, një arsyeshmëri politike dhe juridike. Në aspektin ekonomik, Bashki Mustafa thotë që kjo rritje padyshim që do të ketë ndikim negativ në shtrejtimin edhe të çmimeve të tjera. Rezultat ka prodhuar dhe ka japur efektet e veta zinxhirore duke rritur çmimin e produkteve dhe gjitha shërbimeve dhe edhe kësaj radhe kjo rritje është e papërënueshme dhe papërballueshme për qytetarët e vendit. Dhe si e tillë do të ketë efekte të menjëhershme në rritjen e nivelit të përgjithshëm të çmimeve. Që nga viti 2021, kjo mund të jetë hera e tretë që rritën tarifat e energjisë elektrike në Kosovë.